Punonjësit e shtetit do të marrin më shumë para këtë muaj. Krahas rrugës së rregullt, atyre do t'u dalë në gjerë llogari edhe paga e 13. Vendimi u miratua të hënën nga qeveria e Kosovës. Qeveria e Republikës Kosovës në përputhje me angazhimet e saj dhe në vlerësim të punës së shërbyesve publik, ka vendosur të mundsoj pagesën e pagës 13 për punëtorët e sektorit publik. Ministri i Financave Hekuran Murati sqaroi se kush përfiton. Është rasti gjithë atyre personave që tashmë kanë 12 muaj të plotë. Pra në sektorin publik, ta persona pra që nuk i kanë të përmbushur 12 muaj të plotë, të jepet pjesa e pjesshme. Pra për aq muaj sa kanë qenë të angazhuar këta muaj të fundit, në 12 muaj të fundit, proporcionalisht u takon edhe një pjesë e pagës së 13, ngjashëm veprohet edhe me ata që punojnë në orar të shkurtuar, pra jo të plotë. Ky përfitim ishte premtuar nga Kurti gjatë fushatës zgjedhore të dhjetorit, diçka që për opozitën shihej si blerje klasike e votave. Mjetet për këto pagesa shtesë janë paraparë në buxhetin e vitit 2026. Shënjestër.net